Përshëndetje të dashur miqtë e mi, përshëndetje të nderuar ndjekës. Ja ku po ritakohemi sërish me mua Tirona Lilin, pikërisht këtu në kanalin Monitor TV, për të ndarë dhe për të komentuar në fakt ngjarjet më të fundit tashmë në jetën e artistëve shqiptar. Përse na ndan? Dua të ndaloj tek Mateo Bori dhe Brikena Selmani. Top Arena tashmë çdo natë shkaku i lojrave, do të thënë shkaku i futbollit, ka lojra të ndryshme, ka ekipe të ndryshme që luajnë pothuajse çdo natë dhe Mateo Bori dhe Brikena Selmani janë çdo natë në Top Arena. Top Arena është një përbërje, nuk flitet vetëm për futboll, po aty ka edhe intervistë, ka edhe të ftuar, ka emocione, ka dinamika, ka deklarata, do të thënë është gjithçka për gjithçka. Dhe pikërisht nata e mbrëmshme ishte një natë fantastike ku Mateo Bori, unë në fakt nuk e dija që Mateo ka kaq talent këndimi, kishte një vokal goxha të trashë, do të thënë një zë gërvishtës, një zë që të mahnit të bën për vete. Mateo mua personalisht më ka befasuar me këndimin e tij. Ishte intonuar, tani nëse muzicientët do të jepnin vlerësimin e tij, mua mu dëgjua shumë intonuar, do të thënë nuk kishte distonime apo stonime. Qëndronte në vijë melodike që për një muzikant kjo është pika kryesore, intonacioni dhe ritmi. Dhe Mateo dhe intonacionin dhe ritmin e kishte dhe unë jo më kot kam thënë gjithmonë që Mateo është artist dimensional. Dhe mendoj që ngjyrën vokalistike Mateo e ka, po nuk e ka ushtruar që i vogël. Se po ta ushtronte, sot do të ishte një nga artistët ndoshta më të dashur shqiptar, që do të kishte super klipe, këngë të bukura. Gjithsesi, më pëlqen energjia e Mateos që tregon në Top Arena dhe pikërisht ashtu edhe siç tha Ed Manushi në fillim që na duhet një energji. Kjo energji erdhi nga Mateo Bori. Do të thënë Mateo Bori ishte energjia e këtij edicioni dhe vazhdon të jetë energjia e këtij edicioni. Por kjo këngë siç duket nuk e bëri të ndjehet mirë Brikena Selmanin. Përse na ndan? Tani Mateo me Brikenën i janë ndar vet apo i kanë ndar të tjerët? Sepse pikërisht ndarja ndodhi menjëherë pasi që Brikena erdhi nga Italia. Unë mendoj që kacafytjet e çiftit, sepse duket që ka një krisje mes tyre, do të thënë nuk ka asnjë lloj buzëqeshje, të paktën nga ana e Brikenës. Brikena është njëjtë si në ditën e parë kur ka hyrë në Big Brother me Mateon, ka të njëjtin qëndrim. Nëse mbani mend kur hyri Mateo, Brikena ishte shumë e prerë, nuk e dua këtu brenda në shtëpi, po më acaron, nuk dua ta shoh, ma keni bërë me kastile. Dhe do të thënë unë e pash një ripërsëritje tashmë në Big Brother këtë gjën kundërdrejt, do të thënë në Top Arena, këtë gjën me Mateon. Gjithsesi Mateo e shikoi që ka shumë emocione brenda. Brikena gjatë gjithë kohës e shikonte Mateon. Unë nuk mund të them që është një problem familjar, se po të ishte një problem familjar ky, do me thënë Brikena nuk do të ishte pjesë e Top Arenës. Mendoj që është problemi vetë çiftit, një xhelozi e madhe ekzistonte tek të dy. Mateo ishte shumë i vënd pas Brikenës dhe zakonisht këto dashuritë të cilat janë të vëna pas njëri tjetrit jo gjithmonë përfundojnë me lumturi, jo gjithmonë përfundojnë me atë që në fakt ne duam ta shohim tek artistët tanë. Gjithsesi Mateo dukeshte shumë energjik, mua në fakt më ka pëlqyer mënyra se si ja këndoi këngën, por nuk mund të themi që edhe Brikenës nuk i dhimbte, Edhe Brikenës i dhëmbi pak kënga, e jetoi pak këngën, e shijoi pak këngën dhe e kuptova që këtu ka një mes. Do të thënë këtu ka një diçka që ne të gjithë duhet të gjurmojmë, të ulumtojmë më shumë se çfarë ka ndodhur rreth këtij çifti, por televizioni Top Channel, Top Arena, diti ta përdorën si histori dhe po e përdorin për klikime. Do të thënë historinë e tyre, unë them troç, po e përdorin për klikime. Por Brikena është shumë e ftohtë. Mateo vazhdon përsëri të jetë ai Mateo
Unë mendoj që Mateo tenton, është përsëri në tentativ. Mateo e ndjen Brikenën brenda. Sado që Brikena të qëndroj e ashpër, sado që Brikena të qëndroj e egër, sado që Brikena të qëndroj negative kundër drejt Mateos, Mateo e ndjen dhe gjatë gjithë kohës, dëshiron t'i thot një diçka, dëshiron t'i tregon një diçka, dëshiron t'i jep një lajm. Por shoh te Brikena një lloj stopimi të madh, që Brikena e ka bërë dhe nuk toleron në asnjë mënyrë që Mateo të merr një hap tjetër më të rëndësishëm apo për ta qetësuar këtë ngjarjen, në fakt që është bërë shumë mediatike. Kënga që Mateo këndoi mbrëm për se na ndan, ishte një këngë që Mateo këndoi me gjithë shpirt. Unë mendoj që dhimbja e dashurisë dhe pikërisht një dashurie të humbur në këtë rast, sepse ne mund të dyshojmë që është për klikime, e gjitha, por ka një gjë aty që nuk shkon. Ka një pikë hidhërimi, nëse ju e shikoni. Mateo mbrëm këngën e ka kënduar me gjithë shpirt. Zakonisht kur një njeri vuan për dikë, ne i kemi mësuar jemi mësuar duke i parë këto historitë e dashurive etj. Kur një njeri vuan për dikë, gjithmonë e kemi këtë ndjesinë, këtë forcën e madhe të gjës të tipi që ne duam t'ja themi gjën, ne duam t'ja përçojmë emocionin, ne duam t'i çojmë një mesazh dhe atë e bëjmë nëpërmjet një rruge që është më e lehta, por më e ndjera, është më emocionalja. Nëpërmjet rrugës së përçimit të emocionit në këngë, nëpërmjet fjalëve të një tekstit, ne duam t'ja dedikojmë dikujt dhe coveri i fotos së Mateos që kishte kënduar në Top Arena dhe Brikenës, vënë sipër, vetë këto të dy e tolerojnë produksionin që ta përdor historinë e tyre për klikime, se po të mos dëshirojnë këto të dy, e mbyllin si gjë, të lutem shumë, ju lutem mos e përdorni, kjo është historia ime, por shoh që ka këtu një tendencë për të kuptuar një diçka më shumë rreth ndjesive të tyre. Unë shoh një Brikena që është pak më e hekurt në marrëdhënie, por shoh një Mateo i cili është pak më i butë, është pak më pozitiv, më gentil në këtë ndjesinë dhe dëshiron gjithmonë të transmeton një mesazh, t'i jep një mesazh dhe t'i çon një mesazh të qartë Brikenës se çfarë ai në të vërtetë ndjen për të dhe çfarë ai dëshiron të shikon në shpirtin e saj. Ka shumë dritë në këtë mes, ka shumë paqe. Unë uroj me zemër që marrëdhënia e çiftit të jetë gjithmonë e bukur, të jetë gjithmonë e bekuar. Shpresoj që duhet të kthehen prapë, sepse unë e ndjej që ato të dy e duan njëri tjetrin, e ndjej që ato të dy kanë emocione për njëri tjetrin dhe mendoj që këto emocione duhet duar trokitur, këto emocione duhet vlerësuar dhe shpresoj me shpirt që Brikena të jetë pak më e butë dhe ta jetoj momentin më bukur me Mateo Borin. Kjo është analiza ime rreth kësaj ngjarje, e cila në fakt tashmë po merr një kuptim shumë të madh. Unë mendoj që Mateo përpos që e qau këngën edhe e jetoi këngën pafund me Brikenën.